Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoninë të Veriut, Denion Mejdani, u ka bërë thirrje të rinjve të mos heqin dorë nga ëndrat dhe të besojnë në potencialin e tyre gjatë ceremonisë së diplomimit të gjeneratës së 8 të studentëve të Universitetit Nën Tereza në Shkup. Në fjalimin e tij, ambasadori e nisi mesazhin duke sjellë në vëmendje historinë e Gonxhe Bojaxhiut, vajzës së re nga Shkupi që më vonë do të njihej në mbar botën si Nën Tereza. Mos lejoni që realiteti sotëm të vendosë kufijtë e ardhmës tuaj, u shpreh Mejdani duke theksuar se askush nuk mund të di paraprakisht se deri ku mund të arrijë një njeri me përkushtim dhe këmbgulje. Mos u dorëzoni. Mos u dorëzoni kur gjërat të bëhen të vështira. Mos u dorëzoni kur dikush ju thot se nuk mundeni. Mos u dorëzoni para versionit më të vogël të vetvetes. Sfida më e madhe në jetë nuk është gara me të tjerët. Është të mos lejosh që dyshimi brenda vetes të ndalë. Duke drejtuar të diplomuarve, ai pranoi se rruga përpara nuk është e lehtë, por nënvezoi se historia është shkruar nga ata që kanë vazhduar përpara edhe në momentet e pasigurisë dhe vështirësive. Ju sot po hyni në një botë që ka nevojë për më shumë se profesionistë. Një botë që ka nevojë për njerëz që ndërtojnë ura. Për njerëz që bashkojnë, për njerëz që e kuptojnë se suksesi nuk matet vetëm me atë që arrim, për veten, por dhe me atë që lëm pas për të tjerët. Besoj se suksesi nuk matet me sa lart ngjitemi, suksesi matet me sa njerëz ngrem bashkë me ne. Besoj se fqinjët mund të bëhen partner, se dallimet nuk duhet të jenë pengesë por pasuri, se bashkëpunimi është gjithmonë më i fortë se paragjykimi, dhe besoj fort se brezi juaj ka një mision të veçantë. Ju jeni brezi i zhvillimit, ju jeni brezi i ndryshimit. Ambasadori theksoi se bota sot ka nevojë jo vetëm për profesionistë të aftë, por edhe për njerëz që ndërtojnë ura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi. Sipas tij, suksesi nuk matet me pozitën apo arritjen personale, por me ndikimin pozitiv që lëm tek tjerët. Në përmbyllje të fjalimit, ambasadori i ftoi të diplomuarit të ecin përpara me guxim, karakter dhe dinjitet, duke mos pranuar kufijtë që u imponohen dhe duke kontribuar për një botë më të mirë. Lëreni këtë botë pak më të mirë se sa e gjetët, ishte mesazhi përfundimtar i ambasadorit shqiptar për studentët që përmbyllën studimet në Universitetin Nën Tereza në Shkup.